Pas publikimit në media një ditë më parë për praninë e gazit në zonën e hidrovorit në Akërni, specialistë e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore kanë mbritur pasditën e së mërkurës në teren për të verifikuar nga afër situatën dhe për të përcaktuar burimin e saktë të çlirimit të gazit. Prania e gazit u konstatua në një zonë pranë pyllit të hidrovorit, rreth 1 kilometër larg aeroportit të Vlorës, ku më herët është vendosur dhe një tabel paralajmëruese për të shmangur kalimin e qytetarëve në zonë për shkak të rrezikut të mundshëm. Sipas informacioneve paraprake, vetë kjo agjenci nuk ka dhënë asnjë leje për shpime apo ndërhyrje në këtë territor. Burime pranë institucioneve bëjnë me dije se një nga pistat që po verifikohet lidhet me karakteristikat kënetore të zonës së Akërnis, ku ndër vite mund të ketë pasur çlirim natyral gazi. Specialistët kanë kryer inspektime në teren dhe kanë marrë të dhëna paraprake, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që të nevojiten analiza të mëtejshme teknike për të kuptuar nëse bëhet fjalë për një fenomen natyror apo për pasojë të ndërhyrjeve në zonë. Ndërkohë autoritetet kanë ngritur një grup pune që do të mbajë në monitorim të vazhdueshëm situatën dhe gjatë ditëve në vijim. Qëllimi është shmangja çdo rreziku të mundshëm për banorët, mjedisin dhe zonat përreth, deri në daljen e një përfundimi zyrtar mbi praninë e gazit.